Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, gjatë gjithë kësaj kohës që kur kam hapur podcastin, nuk i bie kot një muhabet i lidhur me VMRO dhe ndikimin e Mickovskit dhe ndikimin e tij në partinë politike Vlen, apo më saktë të themi në ndikimin e LDS të Izet Mexhitit. Sonte morën një përgjigje mjaft të lezetshme dhe të këndshme. Humbja e Mickovskit sonde dhe koalicionit Vlen, posaçërisht Izet Mexhitit, u diktua në festival dhe në vrapçisht. Pra nuk ishte rastësi zgjedhore, por mesazh politik i qartë nga popullata, jo nga partitë politik AK. Saki deri dje ishte një koalicion hibrid dhe njësoj si Vleni. Por për fat të keq apo të mirë në këtë situatë populli ishte në kandidatin e AK-it pra. Nga ti të këqijat njërën më të mirën e zgjodhën. Njerëzit e Izet Mexhitit dhe Izet Mexhit direkt ishin të përzirë në zgjedhjet sot në Gostivar. Barsi liste i këshilltarëve Vlen në Gostivar është Bashkim Hasani, dora e djathtë e Izet Mexhitit. Ndërsa Mickovski kishte antarën e vet Azir Aliun, ministrin e shëndetësisë. Dhe çfarë shuplake kanë marrë. Prej sonte Mickovski dhe Vlen shkojnë te poshtë zës. Ciao Micko, ciao Vlen, Izet. Aga Izet. Unë kësha thënë, do ishte mirë që qyrat t'i thire mendje dhe t'jep dorëheqje në struk. Nëse do në të shpëtoj nga e që quhet turpi kombëtar, sepse ajo nuk do t'i hiqet gjatë gjithë jetës nga populli vasali Mickos. E tregoj me zgjedhjen e Këshillit Komunal. Në ndërkohë, sipas KSZ-s, unë jam aty rreth orës 21 disa minuta, sipas 85.95% të votave, Valbon Limani u theq me 13.539 vota, ndërsa Nevzet Beta me 6.929. Përgjysëm. Zati, ishte fundi, por ke bën një punë shumë të mirë. Në përmësteje, sepse njeriu kur e mashtron vetveten, babai im ndjer ish i përkosur politik thoshte, mashtroj të gjithë, vetëm vetveten jo. Kur fillosh ta mashtrosh vetveten, ke lajtur. Këto di komuna pra, Gostivari dhe Vrapçishti, tradicionalisht janë të ndjeshme ndaj çështjes së përfaqësimit shqiptar. Reaguan kundër asaj që u perceptua si përzierje drejt e bllokut maqenas në politikë bërin shqiptar. Koalicioni Vlen, pavarësisht përpjekjeve për paraqitur si alternativë reformuese, nuk arriti të bite elektoratin se vepron me autonomi politike. Përkundrazi, bashkëpunimi i ngushtë me VMRO dhe Mickovski krijoi perceptim se Vlen funksionon si instrument i interesave maqenase, jo si përfaqësues i qartë i interesit shqiptar. Në Gostivar dhe Vrapçish, vota nuk ishte thjesht për apo kundër një partie, ishte vot ndëshkuese nga populli shqiptar. Dhe atyre që paraqiten si prezent të popullit shqiptar, më thojza. Ne nuk pam gjatë këtyre 2 viteve që ata të kishin bënë një punë për shqiptarët. Çdo punë që prekën e bën edhe më keq se BDI. BDI nuk është lule që i vjen era për t'i marrë. Por kësaj radhe populli ishte me kandidatin e tyre sepse nuk pati zgjedhje. Një pjesë e elektoratit, përfshirë votues aktiv dhe simpatizant të AK-s, votoi kundër modelit ku politika shqiptare shihet si shtojtëse bllokut maqenas në pushtet. Pra Vleni. Mesazhi i votuesve shqiptarë ishte i drejtë për drejtë. Bashkëpunimi ndërretnik është i pranueshëm vetëm kur barazohet në barazi politike, jo në varësi. Çdo formë në shkrimit politik, sado e pakëtuar si stabilitet apo reform refuzohet. Për Vlenin kjo humbje përbën alarm serioz. Pa distancim të qartë nga VMRO dhe PNA dhe pa artikulim të fortë të interesit shqiptar. Vleni rrezikon të humbas mbështetjen edhe nëpër komunet e tjera, ndërsa për Mickovski rezultati dëshmon se ndikimi i tij në elektoratin shqiptar mbetet i kufizuar dhe shpesh kontraproduktiv. Mickovski asnjë investim serioz në komunat shqiptare në zonën numër 6. Asnjë për 2 vite. Ndërsa taksapagues më janë shqiptarë në Maqedoni. Në fund Gostivari dhe Vrapçishti folën qartë. Politika shqiptare nuk mund të imponohet nga jashtë, as të menaxhohet nga qendrat e huaja vendimmarrje. Kush nuk janë përzierë në këtë zgjedhje? Kush mos? Kur unë di diçka, ju dini më tepër se sa unë. Gostivari dhe Vrapçishti i vënë flakën iluzionit të Vlenit. Humbja nuk ishte numerike, ishte delegitimim politik. Ashtu nuk kishin legitimitet politik. Për vota, AK kishte më shumë. Elektorati shqiptar rezoi modelin ku një koalicion shqiptar funksionon si sqarim dhe zgjatim operacional i VMRO dhe PNA-s. Vlen u fut në zgjedhje me një barë që nuk e hoqi kurrë, varësi nga Mickovski që për çdo ditë vjen duke ushtuar. Çdo dalje publike, çdo mesazh stabiliteti, çdo justifikim pragmatizmi u lexua si një vetme.
dorëzim i autonomisë politike shqiptare aktuale në pushtet. Në terren kjo përkthye sot në votë ndëshkuese. Këto komuna nuk reaguan nga emocionet, pra shqiptarët që votuan, reaguan nga instikti politik logjik. Kur votuesi sheh se vendimmarrja shqiptare filtrohet nga qendra maqedonase, përgjigjja është refuzim, jo debat, jo negociat, pra refuzim. Ake dhe elektorati i pakënaqur nuk ndryshuan anë, ata mbyllën derën një eksperimenti që tentoi ta normalizojë nështrimin si reformë. Mesazhi ishte brutal, bashkëqeverisja pa barazi është mashtrim. Akit unë do kisha thënë edhe diçka. Ndroj politikën sa s'është vonë. Shef përgjigja e popullit. Ndroje. Nuk mund të të vendosin dy njerëz kyç nga Kërçova prap. Për Vlenin ky është momenti i së vërtetës, ose pranon ose u shndrua në instrument, ose përgatitet për rëshqitje të mëtejme. Pra, rëshqitja e VMRO-s dhe letë të mësë prej sonde shkon të poshtë, vetëm priten ditët kur ose zgjedhjet e parakoshme, ose të ndodh diçka shumë interesante në Maqedoni. Pa vijë të kuqe ndaj VMRO-s, pa identitet të pavarur, çdo fushat tjetër do të jetë vetëm administrimi i rënies. Për Mickovskin, mësimi është i vjetër dhe i konfirmuar. Elektorati shqiptar nuk e pranon tutelën. Çdo tentativë për ta komanduar përmes aleatëve të butë prodhon efekt bumerang. Ne gjithë e dimë se Mickovski mundohet që ta kthejë 2001-shën. Gjithë e dimë. Konkluzioni është i pamëshirshëm. Politika shqiptare nuk toleron kontroll të huaj, kush e pranon digjet në kuti votimi. Ciao Vlen. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.